Përshëndetje, ja ku jemi dhe në një video tjetër, si që e keni parë dhe nga titulli, sot do të kemi botox. Por, jo botoxin e vërtet, atë që bëhet pra me shëringa që injektohet, por do të kemi botox në kushte shtëpie. Kështu që nëse doni që lëkura juaj të shkëlqejë të jetë më e tërhequr dhe pa rudha, shikojeni këtë video sepse kjo maskë në kushte shtëpie do ju ndihmoj shumë dhe është aq e thjesht për tu bërë, thjesht me fara lini dhe me ujë. Do t'ja u shpjegoj hap pas hapi, është shumë e thjeshtë metoda për ta bërë dhe ju këtë maskë në shtëpi. Dhe ndërkohë që po flas për këto maskat e bukurisë, po më kujtohet vetja në fillimet e mia të kanalit të YouTube, kështu që ju që jeni nga fillimet më komentoni nëse ju ka marrë malli për ato video, ku unë tregoja shumë këshilla për fytyrën, për flokët, kështu që ju pres në komente ju që jeni nga fillimi këtu. Dhe ndërkohë, kush më ndjek dhe në Instagram, e di që para disa kohësh kam vendosur një story ku kam thënë që ju uroj të jeni mirë me shëndetin sepse unë po kaloja një fazë jo të mirë dhe do t'ja u shpjegoj këtu, do bëjmë një story time ku do t'ju tregoj hap pas hapi si kam qenë dhe si është tani gjendja ime shëndetësore. Kështu që pa humbur kohë, duhen 2 lugë gjelle nga farat e linit dhe një gotë me ujë kaq. Këto i vendosim për të zjerë në zjarr të ngadalt dhe do presim derisa të zjejë kjo masa, pra farat e linit me ujin, dhe në momentin që ka nisur të vloj, ne e heqim nga zjarri, pasi e lëm të ftohet shumë pak, shohim që ai si tip xheli është trashur goxha dhe do ta lëm të ftohet dhe në këtë pikë kur është ftohur pak, ne do ta vendosim në një kullorse ose në një garc. Unë e vendosa në kullorse për pash që pika me zi ikte ai xheli, kështu që mora një garc dhe e shtrydha mirë dhe maska ishte gati. Ne do flasim bashkë tani, t'ju tregoj pak për shëndetin tim. Atëherë, para disa kohësh unë kisha temperaturë, më zgjati një ditë, 2 dhe të tretën thash, unë nuk është që së murem shpesh, pothuajse fare, mos e marr veten më sysh, domethënë mashallah, po unë kam mbi 20 vite që unë nuk e di çfarë është gripi, nuk më ze kur, domethënë asnjë lloj gripi ose viroze, kam qenë shumë mirë me imunitetin. Dhe po i thoja motrës që kjo gjë nuk është normale, unë do shkoj të vizitohem se është shumë e çuditshme, ndjeja dhe therrje kocka. Domethënë e vetmja gjë që ndjeja ishin kockat, herë kisha ethë, herë kisha nxehtë, herë kisha ftohtë, pra kjo nga pjesa e temperaturës, dhe ndjeja si lodhje, doja të flija si për gjumje. Gjë tjetër nuk kisha as hund, as gryk, as gjë, domethënë. Dhe kështu vendosa të shkoj në spital, pasi shkova tek urgjenca, dua ta theksoj që shërbimi ishte shumë i shpejtë, nuk është që prita në radhë. Direkt do më thënë e morën përsipër për të më parë se çfarë kisha dhe gjithashtu më bën analiza, prita një orë dhe më pas më futën dhe me urgjencë te pjesa e ekos, aty kishte shumë njerëz që mbanin radhë, por kur vinin nga urgjenca njerëzit, futeshin edhe para sepse ishte diçka urgjente. Sipas mjekëve, kështu që unë futa me urgjencë pa radhë. Aty në eko më doli shpretka e zmadhuar, mëlçia e zmadhuar. Me thënë të vërtetën, atë moment u tremba shumë, mendoja vetëm rejin edhe mendoja që sa me fat jemi që jemi mirë me shëndetin dhe duhet jemi shumë mirënjohës në momentin që jemi mirë, sepse kur bëhemi keq që kuptojmë se sa rëndësi ka shëndeti, se kështu nuk është që i vëm shumë rëndësi. Dhe në atë moment thjesht po pyesa doktorin që po më bënte ekon, të lutem thuaj nëse kjo gjë është shumë shqetësuese ose çfarë është, sepse okej, është zmadhi mëlçi, por nuk kisha ndonjë informacion nga çfarë mund të vinte, se sa e rrezikshme mund të ishte. Dhe më pas, pasi mbaruam ekon, ja dorëzova doktorit që ishte tek urgjenca për ta parë, dhe pasi pa dhe analizat, ai e pa të arsyeshme që të më dërgonin me ambulancë në Korçë. Dhe unë që po mendoja çfarë po ndodh me mua, pse duhet të shkoj me ambulancë në Korçë, dhe doktori po ma shpjegonte që janë disa analiza që nuk bëhen këtu, por duhet të shkosh në Korçë në një specialiste që është për infeksionet, për shembull në lidhje me mëlçin, duhet të shikonte nëse kisha hepatite, gjëra të tilla, sepse nga analizat këtu ka dalë diçka, por nuk mund ta saktësojmë se me çfarë ka të bëj, kështu që ti duhet të bësh analiza më të specifikuara dhe unë që ngela, domethënë nuk e kisha idenë se për çfarë bëhej fjalë. Shkuam në Korçë me ambulancë dhe aty nuk është që prita gjatë. Në fakt me sa po kujtoj për ekot kam pritur sepse normal kishte radhë, por tek pjesa e vizitës direkt me doktorin, jo, nuk kam pritur. Doktori lajmëroi specialiste, doktoreshën, të cilën unë e falenderoj shumë sepse ishte shumë e sjellshme dhe më ka shpjeguar shumë mirë të gjitha. Dua ta theksoj që shërbimi si në spitalin e Pogradecit dhe në spitalin e Korçës ka qenë shumë i mirë, të paktën unë kam eksperiencë të mirë. Po ndërkohë do ju tregoj edhe se çfarë kisha, që në fakt akoma nuk e kam marrë vesh se çfarë kisha. Thjesht bërëm analizat dhe dimeri, pra analiza që tregonte trashjen e gjakut ishte shumë e lartë,
ishte norma 500 dhe unë e kisha mbi 1000 ca, 1300, 1400. Dhe PCR-ja, pra analiza që tregonte një infeksion ose një virus në trup ishte shumë e lartë. Kështu që nuk po e gjenim se çfarë ishte, kemi bërë të gjitha llojet e analizave. Nëse dyshohej tek urina, kemi bërë mbjelljen e urinës për të parë nëse kishte virus, baktere, por doli sterile, doli e pastër. Kështu që tek urina isha okay, hepatiti A, B, C ishin okay, pra dolën negative. Dhe tani çfarë kisha? Domethënë nuk po gjenim çfarë kisha. Doktoresha më tha që duhet të shtrohesha 2 ditë në spitalin e Korçës. Dhe unë që t'ju them të vërtetën atë moment kam qarë, domethënë u preka direkt, thash pse duhet të shtrohem, çfarë kam? Unë më shumë po trembesha se çfarë po ndodhte me mua. Dhe më tha mos u shqetëso, thjesht janë procedurat që ti duhet të rish këtu për analiza më specifike, sepse nga këto që të bëjmë nuk është që ke diçka të rrezikshme ose diçka që ne e kemi zbuluar, duhet të bëjmë analiza më specifike. Unë në fakt nuk pranova, i thash që unë duhet të iki se kam djalin e vogël 2 vjeç vetëm, nuk mund ta le vetëm, kështu që duhet të iki se s'ban. Dhe më tha, okay, duhet të firmosësh që ti po largohesh nga spitali, sepse unë do të ta vija shtrim, por ajo kishte të drejtë sepse nëse diçka më ndodhte mua tani i binte përgjegjësia e spitalit që pse nuk më kishin mbajtur në spital. Kështu që kjo ishte shumë korrekte. Dhe unë firmosa, thash marrë përsi për çdo gjë, thjesht duhet të shkoj te djali im. Dhe një ndjenjë ime ishte që unë jam shumë mirë, pse çfarë do kem, po më tremte ajo temperatura që nuk më ule me asgjë, më rinte mbi 38-39, edhe pse merja ilaçe dhe serum për temperaturën, ulshe shumë pak dhe ngriheshe prap. Kjo gjë e shqetësoi dhe doktorin në Pogradec dhe doktoreshën në Korçë, prandaj duheshin bërë analiza të tjera. Gjithsesi, doktoresha më tha, okay, mund të ikësh, ti e firmose dokumentin, kështu që unë do të të jap një mjekim që unë mendoj se do kesh efekt, do bëhesh mirë dhe pas 2 javësh do përsëritesh analizat dhe nëse do dalin sërish kështu, pastaj duhet të vish për shtrim se s'ban. Dhe unë që çdo ditë numëroja ditët që do bëja sërish analizat dhe ajo pritja në fakt më trembte goxha se thosha nëse del prap dedimeri i lartë dhe PCR e lartë çfarë do kem unë. Vazhdova mjekimin për 5 ditë, më pas e ndërpreva sepse aq më kishte lënë doktoresha dhe prita disa ditë, edhe një 10 ditë të tjera dhe bëra analizat sërish. Dhe gjejeni pak. Në analizë dedimeri dhe PCR-ja më kishin shkuar në normë. Dhe kjo është e gjithë situata ime, u tremba shumë, në fakt në ato momente ishte për të trembur, sepse dilte goxha e lartë dhe dedimeri dhe PCR-ja, gjithashtu dhe temperatura nuk ulej, kështu që mund të dyshoj edhe për gjëra më serioze, dhe pse mua nuk më thoi drejt për të më trembur, por që dyshojej edhe për gjëra më serioze, sepse edhe e kote mëlqiz dhe e shpretkës dolëm të zmadhuara, por pas vizitave të tjera dola që jam shumë mirë dhe me siguri do ketë qenë ndonjë viroz ose nuk e di çfarë ka qenë. Por që ai mjekimi që doktoresha më dha, mua më funksionoi shumë mirë. Jam duke marrë zink, magnez, selen, pra për pjesën e të treshit, vetëm të treshin tek tiroidja e kam pak të ulët, por shumë afër normës dhe kjo nuk është problem, pasi KSH-n e kam shumë mirë, Hashimoto nuk kam, kështu që edhe të 4-ën e kam shumë mirë, për ju që keni bërë analiza dhe i dini, i kuptoni se çfarë jam duke folur, por ju që nuk i keni bërë, duhet i bëni të gjitha, sepse unë nuk është që kisha bërë ndonjëherë të gjitha këto analiza për tiroidin, s'kisha bërë kur, por kur pash që nuk më ulej pesha kur, thash pse kështu dhe aty dyshova për tiroidin dhe bëra analiza dhe më doli të treshje ulët. Kështu që nëse keni ndonjë problem me peshën, për shembull që e shikoni që keni shumë kohë që mbas edhe nuk kanë ëmbëlsira dhe ani shëndetshëm dhe nuk do bësoheni, do t'ju këshilloja shumë që të bënit të 3, të 4 dhe të sh analizën, sepse është një analizë që ju tregon nëse keni probleme me tiroidin ose jo. Unë kam bërë edhe ekon e tiroidis me rekomandim nga mjeku. Kam dalë shumë mirë. Thjesht për momentin pra po marr zink dhe selen pra për pjesën e të treshit që ta normalizoj, nuk kam nevojë për asnjë lloj ilaçi dhe faleminderit Zot dhe jam mirënjohëse që jam okay me shëndetin dhe uroj që të gjithë ju të jeni mirë me shëndetin, sepse për mua shëndeti është i pari, besoj edhe për ju, pastaj vijnë gjërat e tjera, po duhet të jetë edhe në veprime, jo vetëm me fjalë, kështu që merruni me shëndetin, njërë në disa muaj, njërë në 6 muaj, njërë në vit, bëni të gjitha analizat, sepse sa më shpejt të kapen gjërat, aq më mirë është. Kjo pra ishte edhe storytime për pjesën e shëndetit. Doja t'ju lajmëroja edhe këtu në YouTube ta bëja pak më të gjatë videon se sa në Instagram, sa aty vetëm 60 sekonda është një story dhe nuk doja të zgjatesha shumë.
Kështu që dhe ju që s'më ndiqni në Instagram, Instagrami im është ejonavis.vlogs. Ty tregoj pak më shumë nga përditshmëria, por si gjithmonë jeta private mbetet private. Por gjithashtu kur kam ndonjë lajm të rëndësishëm mendaj aty dhe jo këtu në YouTube, këtu vi për tema më të gjata se kjo e sotmja, që i shtjelloj pra temat që kam hapur në Instagram. Kështu që për të gjithë ju që po vini nga Instagrami dhe po shikoni videon këtu, faleminderit shumë që më keni shkruar, keni pyetur se si jam, pra paka shumë është dukur në thonjza një si përkujdesje virtuale, kështu që ju falenderoj që ju kam dhe shoqëria dhe familja ime më kanë qëndruar shumë afër. Edhe ju që jeni virtualisht, ju falenderoj pafund sepse më keni bërë të ndihem sikur ju kam njerëzit e mi të zemrës, sikur ju kam njerëzit e familjes. Dhe këto ja u them me zemër, se nëse nuk do ishte kështu, nëse ju nuk do ishit shumë të rëndësishëm për mua, nuk do isha në YouTube tani, sepse të them të vërtetën, unë në YouTube po bëj video shumë rrallë dhe nuk është që i kam pagesat shumë të mira sa për të vazhduar ta kem si punë, sepse kam shumë shpenzime të tjera, kam shumë punë që duhet të bëj dhe nuk është që YouTube-i më zgjidh në thonjza hallet, por e bëj për pasion, e bëj për ju që keni vite që më ndiqni, e bëj për të marrë ato sado pak të ardhura që më ofron, por kryesorja e bëj sepse Alfo nuk donte kurrë që unë ta lija YouTube-in dhe më vjen sikur sa herë hap kamerën dhe flas, ai është diku këtu në shtëpi dhe më shikon dhe më thot bravo, vazhdo. Kështu që YouTube-in do ta vazhdojmë për atë gjën emocionale, për atë ndjenjë shpirtërore që kam me YouTube-in dhe jo për fitime, se të ishte për fitime duhet ta kisha lënë të themi të vërtetën. Ka shumë punë të tjera që të sillin shumë herë më shumë fitime se sa YouTube-i. Tani të bëhemi pak pozitiv. Gjithsesi jam me shprehjen që duhet të shprehim të emocionet e bukura dhe ato që na mërzisin, sepse kështu jemi të vërtetë dhe mua më shumë se sa të jem e vërtetë, nuk më intereson asgjë tjetër, as të shtirem si e lumtur, as të shtirem si e mërzitur. Unë jam dhe e lumtur që jam mirë, që është mirë djali, por dhe shumë e trishtuar dhe në dhimbje që nuk kam një nga njerëzit më të rëndësishëm, shokun tim të jetës. Tani kthehemi tek maska. Do shikoni klipet në video kur unë e kam aplikuar. Aplikohet në të gjithë fytyrën, mund të bëhet pak masazh, siç mund ta shikoni, ky xheli është trashur goxha dhe duket dhe shumë ngjitës në momentin që e aplikon në fytyrë. Do ta lëm kështu rreth 15-20 minuta në mënyrë që maska të thahet plotësisht. Dhe në momentin kur thahet, më besoni, të ngrin gjithë fytyra, nuk lëviz dot as vetullat, as syt, as buzët, as gjë. Pra bën atë efektin tërheqës dhe pastaj shpëlahet. Ja pra ju e pat gjitha aplikimin dhe dua të them diçka. Në momentin kur e shplaje, ju betohem, ishte shumë e vështirë. Kështu që t'ju jap një këshill nëse e provoni maskën, merrni ndonjë nga ato letrat e kuzhinës ose nga ato letrat kozmetike, lageni pak me ujë dhe mundohuni të hiqni pjesën më të madhe të xhelit që është në fytyrë dhe më pas shplajeni me ujë edhe me larsin e fytyrës. Dhe shikoni pak rezultatin tani, po ju le klipin këtu, lëkura është më e butë, ka shkëlqim dhe më besoni që ishte goxha më e tërhequr në momentin që kisha shplar fytyrën. Kështu që nëse doni që fytyra juaj të jetë më e tërhequr, të ketë më pak rrudha, të ketë edhe shkëlqim, ju mund ta aplikoni një herë në javë. Kjo mask nuk është që e bën një herë dhe të ikin rrudhat, por nëse keni evente të rëndësishme, nëse keni një intervistë pune, nëse keni një darkë, një drekë me kolegë, ose nuk e di, nëse keni një rast që doni të dukeni bukur, ja u këshilloj ta bëni këtë maskën dhe më pas të bëni make-upin apo skincare-in tuaj, sepse lëkura do jetë shumë herë më ndryshe dhe më e përmirësuar. Por shikoni sa mirë duket lëkura që kam aplikuar këtë maskë. Unë e kam aplikuar sot, e kam xhiruar dhe pjesën kur unë e aplikoj dhe tani jam një 3-4 orë pasi e kam aplikuar dhe ju mund ta dalloni. Kështu që ja u këshilloj. Dhe tani në momentin që xhiroj dhe shikoj këtu te telefoni, me të vërtet që po më pëlqen shumë lëkura, shikoni. Dua t'ju të them që i kam hequr dhe këtë pjesën këtu që kisha disa si pika dhjamore të bardha, e kam hequr këtu në pogradec në një vajzë që është goxha e talentuar dhe goxha e zonja në pjesën e dermatologjisë. Kështu që unë nuk i kam në syri këto që kisha. Më sugjeroni në këtë video nëse keni bërë ju trajtime lëkure, si ju kanë ecur. Unë për shembull kam dashur shumë të provoj Dermapenin, por nuk ma kanë këshilluar kur kam pyetur dhe kjo vajza që shkova nuk ma këshilloi këtu në Pogradec,
sepse më tha që e ke lëkurën shumë të ndjeshme, kështu që po vazhdojmë thjesht me ato trajtimet që janë bazike, pra një pastrim i lëkurës i thellë. Kjo ishte video, kjo ishte maska, kështu që bëhuni të bukura, zbukuroni lëkurën tuaj. Më lini në koment nëse doni më shumë si kjo video, ku ju tregoj një histori nga jeta dhe ndërkohë aplikojmë dhe ndonjë mask. Mua më shqyroi shumë kjo video, të them të vërtetën. Ju dua shumë të gjithëve, bashkë shihemi në një video tjetër. Pafshim!